Udhëheqja e prokurorisë së shtetit ju besua një emri të ri. Në një mbledhje të këtij institucioni të ajntën, u shkarkua Besim Kelmendi, ndërsa me 5 vota për u vendos që pozitën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit ta vazhdoi Agron Çalaj. Zhvillimet në KPK vijnë një ditë pasi Kelmendi u intervistua nga Prokuroria Speciale në cilësinë e dëshmitarit për masakrën e Reçakut. Ky ndryshim u iniciua nga numri 2 i Këshillit Prokurorial me pretendimin se Kelmendi kishte humbur neutralitetin duke u rreshtuar me grupe interesi. Është pozicionuar tani së fundmi me një grup të caktuar të anëtarëve të Këshillit Prokurorial dhe i cili siç shihet, nuk përfaqëson unitetin e sistemit prokurorial. Shkarkimin nga detyra, Kelmendi e cilsoi si skenar për marrjen e kontrollit mbi drejtësinë. Se këtu po bëhet një luftë për të bërë reforma në sistem drejtësisë ose për të mbetur ky sistem në dorë të një individi i cili mendon që ka gjithë pushtetin në sistemin prokurorial. Mes tensionesh, pas kësaj pike, Kelmendi dhe 4 anëtarë tjerë të Këshillit lëshuan sallën. Pas mbledhjes, në një konferencë për media, anëtari i KPK-s, Visar Krasniqi, vendimin e cilsoi të jashtëligjshëm. Ftojmë Agjencinë Kosovare të Inteligjencës për të vlerësuar situatën dhe ruajtjen e sigurisë juridike në vend. Institucion ky që tashmë Këshilli Prokurorial e ka larguar nga aktet normative të komunikimit me të. Për këtë, Kelmendi tha se do të ndërmarrin të gjitha veprimet juridike për të treguar se ky vendim është i kundërligjshëm. Janë të drejtat e mia ligjore për të drejtuar organet kompetente gjyqësore. Edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike kanë reaguar ashpër pas shkarkimit të Kelmendit, duke quajtur vendimin të paligjshëm, arbitrar dhe abuziv. Kelmendi një ditë më parë i mohoi raportimet se ka bashkëpunuar me gjyqtaren serbe Danica Marinković më 1999, e cila kishte përsipër rastin e masakrës së Reçakut. Atkoh, Marinković punonte si gjyqtare në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe kishte cilësuar masakrën si ngjarje të trilluar.